Unë pyet edhe për zeqatin. Po, pse me pagu sadakatul fitrin dhe zeqatin në bashkësi islame? Shumë e vend. Pse njerëzit japin në këtë fund muin apo gjatë muajit të Ramazanit është e ditur, sepse pejgamberi alayhis salam ka thonë që namazet nafile e kanë vlerën e suneteve, namazet sunete e kanë vlerën e farzeve. E farzet shpërblen 1/70. Domethënë çdo vepër shpërblehet me shumë fishin e vet. Edhe në muajin e agjerimit, në muajin e Ramazanit është Allahu po qëtësën mubarak. Pejgamberi alayhis salam ka thujt shahrun adhimun mubarak. Ju ka ardhur o musliman, ju ka ardhur muaji i madhreshëm i Ramazanit mubarak, i bereqetshëm. Edhe na japim edhe e kemi bën si kryet motmotit edhe për zekatet tona. Domethënë e orientojmë kohën me natën edhe ekonominë familjare, po edhe buxhetet personale, familjare, kështu me radhë, i kalkulojnë ato, nëse ta ka zonë viti një kapital, ja japesh një 2.5% zeqat. Dhe kur ma mirë se sa në këtë muaj, nuk diskutohet kjo, po pse në bashkësi islame? Unë po e them, e kam thënë edhe videot të kaluara, nëse ka një dyrek prej kohës pejgamberit alayhis salam, e deri në ditën e sotshme, kur po flasim, që është dyrek i islamit, është bashkësia islame. Në të pashkëputshme për asaj periudhe. Nëse ka musliman në vendin tonë, edhe jemi elhamdulillah 96% musliman, ta dimi që jemi fal angazhimit, aktivitetit dhe davetit islam që hoxhallarët dhe bashkësia islame ka vënë këto troje. Është shumë shqetësuese se njerëzit i kemi dy opsione. Dikush po thotë, po a bën me dhënë fukaras. Shprehimisht teksti fetar nuk e ndalan në gjë të tillë. Por praktika jonë e bën si mundësi të paralizueshme. Pse të paralizueshme? Unë nuk e di ku mund me gjetë një fukara që e meriton sadakatul fitr. Vërtet po them sinqerisht, po them nuk mund me gjetë një fukara që është adekuat. Adekuat, kur themi fukara, ai nuk e ka, kemi të bëjmë me një njerëz që nuk e ka mëngjesin apo drekën apo darkën e bukës. E jo një fukara me dy telefona. Fukara me lukse, fukara me duhan. Me birra, me mos flasim më. Unë probleme kam me gjetë një fukara edhe t'ja jap vitrin. Po, shumë është problem. Na për fukarat, bashkësia islame, kemi bën një formë tjetër. E kemi shoqatën bereqeti. Përmes shoqatës bereqeti, identifikohen familjet. U shkohet familjeve në shtëpitë e tyre. U shihet gjendja nga afër. Çka u mungon? Tek u mungon, a u mungon ushqimi, a u mungon orendita, apo u mungon një kravat, apo çka ka nevojë edhe jemi t'ju ofru, edhe në kretë Kosovën jemi t'ju ofru. Mos të flas, mund të jetë një shoqat që ndërton shtëpia apo bashkësia islame përmes shoqatës bereqeti. Është e ndërtuar edhe shtëpia, është e ble, edhe banesa, është t'ju dhënë veshmbathje, është t'ju dhënë ushqim krejt fukarave të Kosovës. Jo 1, 2, 3. Krejtëve edhe kategorive të luftës edhe të organizatave. Ato mos diskutohet për lloj ndjeje benefiti apo respektin ndaj kategorive të luftës. Ose s'du të thonë ndihmë ndaj tyre, po lloj respekti. Po fukarat po flasim. Krejt fukarave është të ndihmë. Nuk ka mbet asnjë fukara që nuk e ka pa ndihmën e bashkisë islame. Kjo është në mënyrë organizuese. Elementi i dytë është pse duhet me thonë bashkisë islame. Një pjesë e xhamatit tonë po japin prioritet disa shoqatave. Unë e pash edhe dikun në foto, kanë shku, jo në foto po dhe më lemroj imami i xhamisë Sinon Pashës, ka shku një shoqat, shadi islamik reliefe apo kush është, ka shku aty edhe po kërkon te dera xhamisë vitra. Edhe imami edhe pa u konsultuar me neva, shumë mirë kishte vepru, i ka largu prej xhamisë edhe ka thonë se ju nuk bën me kërku vitra e zeqat. Në derë xhamisë bashkisë islame. As më tepër në derë xhamisë, po nuk guxojmë na më dhon kontributet tona. Zekatin ton, zekatul fitrin, edhe sadakat. Para bashkisë islame, as kujt, kështu po duhet të jem shumë kategorik në këtë pikë, sepse kretët që të shoqata që sot janë, ata sot janë nesër janë. Kretë që të shoqata që na ja japim, që fatkesisht një pjesë e xhamatlive tonë po ja japin atyre këto kontribute meshruie që janë listsisht fetare. Zekati nuk është
nuk është prodhim i hoxhallarëve. Allah e ka thënë, s'është dëshirë, s'është dëshirë, është obligim. Këtë këto shoqata, as nuk kanë mekteb, as nuk kanë xhami, as nuk kanë institut hifzit, as nuk kanë medrese, as nuk kanë fakultet islam, as nuk kanë institut për hulumtime islame, as gjë nuk kanë për fe. As gjë nuk bëjnë për fe. Kush po ja jep atyre, po ja japish ti dhe unë, që na jemi musliman fal bashkisë islame dhe fal hoxhallarëve të saj. Ne po ja japim atyre. Hajde mirë, ta marrim shembull, po mendojmë këtë, nëse filani po ja jep këtyre shoqatave të tjerave. Hajde të mendojmë edhe na këtë sikur ti, këtë na japim. Nëse kona në rregull, po. Atë po japim na. Kthehemi këtë në një rrethon hipotetike, këtë po ja jepim atyre. A është normale kjo? Absolutisht është normale. Janë veprime të gabuara. Ata letë funksionojnë, në nuk themi që njerëzit dëshirat e tyre mos i fokusojnë ani se së japim pikpamjet. Por se, çka ka të bëjë në emër të fesë dhe për fenë? Adresë është Bashkia Islame. Të tjerat nuk janë adresë, sepse nuk janë të operu dhe të vepru në emër të fesë. Ata veç thirrën në emër të fesë për me ja marrë vitrin, me ja marrë zekatin, me ja marrë sadakan. Kanë interesat caktuar të veta. Po interesat caktuar. Ideologjive të tyre. Shoqata janë shoqata humanitare. Po ata nuk janë shoqata për davet islam, për fe. Bashkia Islame e ka misionin mos ta bim në një pikë ku një shoqat është më fuqishme se këtë institucioni i Bashkisë Islame. Kjo është merr në një vend ku 96% janë muslimanë, se pak po flas me nguti se që edhe emisione jemi minutat e fundit. Po, jo, shumë vend, nga se ne si Bashkia Islame kemi edhe mektebin, kemi sidomos kohët e fundit është aktualizuar dhe është aktivizuar mektebin një formë pak më moderne, sepse gjithmonë ka pas mekteb nëpër xhamiat tona, dhe tash edhe përmes organizimeve të tilla ne një bab, një nan, një gjysh i cili pagon shoqatave të ndryshme zekatin ose sadakatul fitrin, i njëjti e çon fëmin nipin me mësuar në xhami të lagjës vetë, edhe kjo është çfarë kontradikte. Për atë arsye edhe ju dhe ne gjithë po flasim në për ato mundësi që po kemi se është pak ofenduese për ne imamat. Për imamin tonë të fshatit, lagjës, qytetit, për Bashkinë Islame, të rrej gati gjatë gjithë kohës. Me xhenaze, me lindje, po me çdo gjë. Me krejt. E keni problem, shkosh i drejtohesh imamit. E keni nevojë madje ndonjëherë edhe për me të shoqëru dikun në për të pame, shkosh me imamin. Kur vjen pyetje në fund, ti imamin tënd nuk e respektosh. Shkosh e respektosh dikën tjetër që ty be nuk njeh. Edhe kur nuk ta çel derën me pas diçka është. Ka Bashkia Islame, imami është me xhamatin orë çast. Fëmijët të edukon. Të edukon islam fëmijët. Cila shoqata është të eduku fëmijët? Po s'po do më aqu edhe me na thonë se ata do të na mirëshin veç për me na marrë edhe sadakat ato. Po jo, Bashkia Islame është i bon kreta, do t'i bëjë, do të jetë nga edhe për popull gjithmonë.